Fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. IV, projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. Filipianëve 4:6. Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ia parashtroni kërkesat tuaja Perëndis me anë lutjesh dhe përgjërimesh me falënderim. Filipianëve 4:7. Dhe paqja e Perëndis që ja tejkalon çdo zgjuarësie, do të ruajë zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. Filipianëve 4:8. Së fundi, vëllezër, të gjitha gjërat që janë të vërteta, të gjitha gjërat që janë të ndershme, të gjitha gjërat që janë të drejta, të gjitha gjërat që janë të pastra, të gjitha gjërat që janë të dashura, të gjitha gjërat që janë me famë të mirë, nëse ka ndonjë virtyt dhe nëse ka ndonjë lëvdim, këto mendoni. Filipianëve 4:9. Ato gjëra që keni mësuar, marrë dhe dëgjuar nga mua dhe pat në mua, i bëni, dhe Perëndia i paqes do të jetë me ju. Filipianëve 4:20. Perëndis tonë e Atit ton lavdi në shekuj të shekujve. Amen. Kolosianëve 2:6. Ashtu si e keni marrë Krishtin Jezus, Zotin, ashtu, pra, ecni në të. Kolosianëve 2:7. Duke pasur rënjë dhe duke u ndërtuar në të, dhe duke u forcuar në besim ashtu sikur se ju mësuan, duke mbushulluar në të me falënderim. Kolosianëve 2:18. Askush të mos përvetsoj për jush çmimin me pretekst për ulësie dhe kultit të engjëjve, duke u përzirë në gjëra që nuk i ka parë, i fryrë nga një krenari e kot për shkak të mendjes së tij miqësore. Kolosianëve 3:1. Në qoftë se ju jeni ringjallur me Krishtin, kërkoni ato që janë lart, ku Krishti është ulur në të djathtë të Perëndisë. Kolosianëve 3:2. Kini në mend gjërat që janë atje lart, jo ato që janë mbi tokë.